Është çudi se ku e gjen garancinë e paprekshmërisë penale ministrat monstra të korrupsionit e vjedhjeve si Blendi Gonxhe, aq sa akuzojnë të denigrojnë dhe kërcënojnë publikisht qytetarët që denoncojnë dhe protestojnë kundër aferave të tij dhe të Edi Ramës. Në Komisionin Parlamentar të Kulturës dhe Turizmit, ministri Blendi Gonxhe i quajti protestuesit turm budallësh, kaq ata i përmendin aferat korruptive, vjedhjet e fondeve dhe pasurive publike në çdo detyrë drejtuese në Bashkinë e Tiranës dhe prej 13 vitesh në qeveri. Ndërsa gjatë një interviste televizive këtë javë, ministri Blendi Gonxhe pasi denigroi përsëri protestuesit nga që e qellojnë me vezë, i kërcënoi me kapje përveshësh, heqje zvarr dhe rrahje nga policia e mbyllje në Biruca. Dihet që policia i ka bërë këto veprime. Sa herë që protestuesit kanë shkuar para parlamentit, ku kanë gjuajtur me vezë ministrin Hajdut, Blendi Gonxhe, ministrat e tjerë si ai dhe deputetët e zhytur në afera e lidhje me krimin, por Gonxhe i bën thirrje policisë për dhunë barbare. Ajo çfarë nuk kuptohet është çudia pse SPAK nuk po ka përveshje dhe nuk e çon në burg Blendi Gonxhen, ish drejtorin dhe ministrin aktual i të korrupsionit e vjedhjeve dhe krimeve zgjedhore në bashkëpunim me bandat. Më 22 korrik 2022, ministri Blendi Gonxhe u thirr në SPAK për marrjen e 150 milion lekëve nga Landfilli i Tiranës me kontrata false, si dhe miliona lekë nga qeveria nëpërmjet dhënies me qira të makinave nga kompania e tij Alba Rent në konflikt interesi gjatë ushtrimit të detyrës. 4 vite nga marrja në pyetje, SPAK nuk sqaron se ka kryer veprime hetimore për Blendi Gonxhen, duke krijuar dyshime se nuk ka filluar çështje penale ose e ka pushuar fshehurazi. Fakti tjetër për SPAK-un, më 15 tetor 2021, me urdhër numër 13277, Drejtoria e Detyrimeve Tatimore të Papaguara bllokoi pasuritë e kompanisë Alba Rent të Blendi Gonxhes, nga që nuk ishte paguar 1.2 milion euro detyrime tatimore për 7 vjet, por më 8 nëntor 2023, me urdhër numër 76822, të firmosur nga Drejtoresha e Detyrimeve Tatimore të Papaguara, Estela Dura, kompanisë Blendi Gonxhes, u hoq masa e bllokimit të pasurive me mashtrimin se kishte shlyer detyrimet. Sipas informacionit nga Ministria e Financave, kompania Alba Rent e Gonxhes nuk ka paguar asnjë qindark detyrim tatimor, por ato janë fshirë dhe figuron pa detyrime dhe vazhdon aktivitetin. Kjo fshirje e detyrimesh përbën një skandal të hapur e vepër penale në bashkëpunim që duhet të hetohet nga SPAK. Madje kompania e Gonxhes nuk ka paguar detyrimet tatimore taksa as gjatë periudhës 2023-2025, por aktiviteti i saj vazhdon. Nëpërmjet task forcës zgjedhore, SPAK u skedoi faktin që në zgjedhjet e 11 maj 2025, kandidati Blendi Gonxhe, atkoh ministri i ekonomisë, kulturës dhe inovacionit, siguroi rreth 22.000 vota nëpërmjet çështjeve të oligarkëve, presionit të bandave kriminale dhe të fortëve në zonat Komuna e Parisit, Podrajdiellit, Kombinat, Vajçar, Ndroqe, Vor. Për Blendi Gonxhen janë skeduar 43 milion euro tender abuziv dhe 185 milion euro për pistën e garave në Elbasan, të firmosura kur ishte drejtori parqeve dhe drejtori transportit rrugor, ndërsa gjatë periudhës janar 2024-shtator 2025, kur ishte ministri i ekonomisë, kulturës e inovacionit, krijoi grupën e ZES 450 milion euro me tenderët që bënte nëpërmjet operatorit qendror të tenderëve që kishte në varësi. Batërdi me tenderët, fondet e projekteve të turizmit, kulturës, sporteve dhe monumenteve të kulturës. Blendi Gonxhe ka bërë gjatë 10 muajve ministri i turizmit, kulturës e sporteve, gjersa SPAK nuk po e ka përveshje dhe nuk e çon në burg. Ministri Hajdut Blendi Gonxhe krekoset si cub dhe kërcënon qytetarët me kapje përveshësh, heqje zvarr e mbyllje në burg.